Turqia zgjati me një vit 2 kontratat e importit të gazit me Rusinë që përbën gjithsej 22 miliard metra kub. Po ashtu vendi po konsideron investime në prodhimin e gazit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa synon të diversifikojë burimet e energjisë. Turqia, tregu i fundit evropian i gazit natyror rus, ka ulur gradualisht pjesën e furnizimeve ruse që tani kanë rënë në 40%. 2 kontratat me Gazprom skadojnë në fund të vitit. Ankaraja ka nënshkruar gjithashtu një seri marrëveshjesh për blerjen e gazit të lëngshëm natyror, pjesa më e madhe nga Shtetet e Bashkuara, duke shfrytzuar pritshmëritë për teprisë globale të gazit të lëngshëm gjatë viteve të ardhshme. Vendi do të vazhdojë të furnizohet nga Gazprom vitin e ardhshëm, por ne po fokusohemi më shumë në periudhën afatshkurtër rreth një vit, njoftoi Ministria e Energjisë turke. Vendi po negocion gjithashtu një kontratë importi për 10 miliard metër kub me Iranin që skadon në korrik të vitit të ardhshëm. Vendi planifikon të investojë në impjantet e prodhimit të gazit në Shtetet e Bashkuara për të siguruar blerjen e deri 1500 ngarkesave gaz të lëngshëm nga Shtetet e Bashkuara gjatë 15 viteve të ardhshëm. Shtetet e Bashkuara të Amerikës u bën furnizuesi i katërt më i madh i gazit për Turqinë këtë vit me 5.5 miliard metra kub, me një pjesë prej 14% të totalit. Ankaraja pret që konsumi i energjisë elektrike në vend të rritet ndjeshëm dhe planifikon të ndërtojë 2 centrale bërthamore për të plotësuar kapacitetin e prodhimit total.